Magjia e spërkatjes, ose siç njihet në arabisht es-sihrul marshush, është një nga magjitë më të përhapura në kohën e sodit. Kjo lloj magjie ndodh kur një person ziliqar apo keqdashës i drejtohet një magjistari me qëllim ndarjen e një çifti ose dëmtimin e një personi në ndonjë aspekt të jetës së tij. Magjia përgatitet duke përdorur ujë, dhe apo substanca të tjera, të cilat më pas magjistari i jep personit që ka kërkuar magjin. Më pas këto substanca spërkaten në vendet ku viktima kalon shpesh, sidomos para derës. Në momentin që personi shkel apo ecën mbi to, ndikimi i magjisë fillon. Personi i goditur me këtë lloj magjie i ka këto simptoma: ngërçe apo ëndje të këmbëve, sidomos kur hyn në shtëpi, shfaq agresivitet, nervoz, ndërsa sa del nga shtëpia, të gjitha këto i largohen dhe ndjehet i qetë. Gjatë ndëgjimit të rukjes ka dridhje të këmbëve, në veçanti kur përmendet sihri i spërkatur. Personat që banojnë në atë shtëpi sëmurën shpesh, sa largohet një smundje, vazhdon tjetra. E lut Allahun e Madh që Allahu të na ruan nga sherri i magjistarëve, po edhe i ziliqarëve.